Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër special. Ju e dini se të rinjt, ambicioz janë pjesa më e bukur e të ftuarve të këtij emisioni. Prandaj kam sot Enea Ymerin. Mirëmëngjesi nderuar, faleminderit që je sot me mua dhe është shumë kënaqësi të kem sot të ftuar një djalë kaq ambicioz, kaq të mirë sa ti. Faleminderit, shumë kënaqësi për mikpritjen. Është gjithmonë kënaqësi dhe faleminderit edhe për ty që na bën krenar, siç na bëre herën e fundit, ku je një nga përfaqësuesit tan dhe ke fituar ndër 5 më të mirët e Shqipërisë në Olimpiadën e Ekonomisë. Faleminderit Enea, je krenari për këtë qytet. Doja të nis pak me një pyetje shumë specifike. Më përshkruaj ti Enea Ymerin. Gjithmonë përshkrimet e vetes janë pak pjesë awkward, por unë kisha thënë si fillim Enea Ymeri, gjimnazist tek shkolla 28 nëntori, tek profili inxhinieri. Në fakt, më pëlqen më shumë pjesa juridike dhe shkencat sociale, por vendosja e inxhinierisë ishte pak presioni nga secila anë. Po. Ma mirë me i pas të hapun në rrugë, qose ndryshon mendim. Është shumë e kuptueshme. Pasionet do kisha fol për pasionet e mia. Për shembull historia, ekonomia, kuptohet, lëndë sociale paka shumë, por më pëlqen edhe shkencat letrare, për shembull poezia ose eset. Prandaj unë them që je një krenari sepse ti pëlqen çdo fushë. Pëlqen ekonominë, pëlqen historinë. Ka shumë pak njerëz që i pëlqejnë të dyja së bashku, prandaj je shumë i mirë. Po nëse nisim të flasim pak që në fillimet e Eneas kur ishte i vogël, si ishin ato hapat e parë, çfarë pëlqente ai në fillim? A ka ndryshuar ambicjet atëherë, pak vite më përpara sepse ti je ende shumë i ri dhe sot? Në fakt, për mua inspirim shumë i madh ka qenë babi, edhe e maj mend që i vogël më lexonte historinë ose më thotë për historinë me Robin Hoodin, edhe thosha si ka mundësi që ka ndodhur atëherë. Maj mend shumë transformativ ka qenë udhimi i parë që kam bërë në Rom. Edhe bleva një si armore gladiatorsh, edhe që atëherë si hallsha në shtëpi me shpatë të basi gladiator, edhe aty ka fillu. Atëherë ka fillu pasioni im për historinë, kisha thënë. Bashkë me histori që më lexonte babi. Dhe vazhdon edhe sot? Është i njëjti pasion apo është shtuar apo paksuar? Tash nuk më lexon më histori babi, lexoj vetë. Po, vazhdoj me të njëjtin pasion. Pse unë them që historia është shumë e rëndësishme. Mëson për të shkuarën, po për shkuarës mundesh me pa edhe të ardhmen. Shef patterns, shef gjëra që kanë ndodhur. Edhe historia ka këtë që përsëritet. Ti ke fatin të jesh një nga nxënësit e shkollës më të mirë, e një për gjimnazeve më të mira në Shkodër, 28 nëntori. Në Shqipëri. Edhe në Shqipëri, patjetër, faleminderit për korrigjimin. Me një personel të jashtëzakonshëm mësuesish, ku nuk e di nëse ti do të veçosh ndonjërin prej tyre, por si është të jesh një pjesë e gjimnazit 28 nëntori? Për mua, domethënë, në fillim kur shkon në gjimnaz, është ai që ta njerëzit thonë që ka menon në gjimnaz, se vend i frikshëm. Por në fakt, kur futesh është shumë mirë pric, është shumë i lezetshëm si vend. Edhe mësuesit, edhe pse 2-3 muajt e parë ndoshta bajnë atë mësuesin strikt, gjithmonë më vonë bajnë më shumë miq. Për shembull, zysha tash historia gjithkund, zysha e me historisë që zysht e uta, që e përshëndesim. Ka dalë në pension kohët e fundit. Më ka ndihmuar shumë gjatë rrugtimit. Po kem shumë mësuese, unë kam pas fatin, se unë në fakt nuk jam 100% i mirë matematik, edhe lohatën pak, po kam pas shumë fatin me Zysh Valbonin, që më ka ndihmuar. Pra është një krenari dhe është vërtet është shumë bukur të punosh edhe ata me ju, edhe ju me ata, patjetër diçka reciproke me një staf dhe personel kaq të mirë, Enea. Po. Është vërtet shumë bukur. S'mund t'i përmendit e tanë sa të mirë janë, sa që janë, kuptohet. Ka në edhe vendet ku qalojnë, se s'mundën e me i pa të tanë perfekta, por me ta mënë jo është si që pritja. Janë shumë mirë prisë, shumë mitësor. Se i ndihmon kjo një të ri? Që si që të edhe ti fillon në fillim është ajo stepja, sepse do ikësh nga i komoditeti që të ofron 9-vjeçarja dhe do kalosh në një tjetër shkollë, me tjetër mësues, ku në vit të parë je shumë i brisht, pasi ata të vitit të tretë kanë marrë shumë hovë.
i ndihmon me i shkriftu. Vitet e fundit, sidomos e shoh për shembull që nga periudha jeme ku marrëdhënia mes vitet të para dhe vitet të treta është shumë më afërt. Për shembull në aktivitete nuk shohim vetëm vitet e treta, por shohim edhe vitet e para. Për shembull, shumë nga iniciativat si podcasti ose banda janë bën për viteve të para. Gjatë që para sa kohëve nuk do ta kishe prit. Nuk ka funksionuar. Sepse gjithmonë ka qenë ky mentaliteti i viteve të treta. I viteve të treta, të japin sa më shumë. Si është e ti rinin sot në Shkodër? Sa e përfshirë është ajo në vendimarrje, në aktivitete, në të gjitha fushat? Sa e përfshirë është sot rinia në Shkodër? Unë them që varet në ka e krahasojmë. Po ta krahasojmë për Shqipërinë, me sa kam pa vetë, sidomos në këtë këshillin vendor në ku vetë jam pjesë, është shumë aktive. Unë kisha thënë që nëse nuk është më aktivja, KVR-ja e Shkodrës, është ndër më aktivet. Gjithashtu bashkia është shumë e përfshirë, domethënë na ndihmon në iniciativat tona. Edhe vetë fakti që kemi takime me kryetarin ose edhe vetë kryetarin, është që për shembull në qytetet e tjera, kur shkojmë me i vizitu, wow, si ka mundësi, as nuk mendohet. Fakti që e kena veshin. Po problemi shqiptar qëndron, nuk kena sikur pasion, ose nuk kena kështu, nuk i bëjmë gjanat vullnetarisht. Gjithmonë dojmë arrit diçka. Është ky mentaliteti që shkova çapo baj. Hajde për çef. Takon disa njerëz. Por të krahasosh të paktën me kohën time, që nuk kam shumë diferencë për rinin, është një plus shumë i madh i juaj. Vetë kryetari, vetë ambicjet e tij që ka pasur gjithmonë prioritetin e madh për rinin, ju ka dhënë një hovë të jashtëzakonshëm, sepse po ta shohim para 4 viteve, rinia ka qenë pothuajse inekzistente. Po, me vërtet, siç thash, kemi shumë iniciativa dhe shumë herë këto iniciativat organizohen nga vetë tërit për tërit. Se është për Abraham Lincolnit. Po, me daman, sepse kur jep, është e shpreja, kur jep gishtin me karone, diçka tillë. Po, i fije me ndihmu, që janë të e bëjë këtë punë, edhe ne i japim hovë më shumë. Edhe kjo është gjë shumë e mirë për Shkodrën, se si shef kur aktivizohet rinia, krijohet edhe komuniteti. Pra bëjmë që mos më shku në Tiranë ose mos më shku jashtë, po me ndajt komunitetin e Shkodrës. Kjo është kryesore, përkatësinë. Kemi përkatësi shkodrane. Edhe më bukur. A është edhe më e lehtë për ju, për shembull kur ti do të ftosh një shok, kur i tregon që vetë zoti Beci vjen dhe ju mbështet, besoj që është shumë e lehtë, se keni vëmendjen maksimale të kryetarit, është diçka për të vlerësuar. Kuptohet, është prestigj edhe kur i thu dikujt që ky aktivitet është organizuar nga vetë për shembull disa njerëz që janë shumë të rëndësishëm, se po shkoj, ta provoj. Është edhe më bukur edhe më lehtë për ju. Po nëse flasim për Këshillin Vendor Rinor, ti përmend vetë që je pjesë, si filloi angazhimi yt në këtë këshill? Tash rrugtimi im për marrë pjesë në këshillit është si random. Pra ka dalë paksi nga hiçi, me thënë drejtën. Në fillim ka filluar tek ateljeja, ku u bana pjesë një klubit poezisë gjatë vers. Mas kësaj shkova dhe krijova vetë klubin tim të poezisë tek ateljeja. Edhe takoj që fiks një atë kohë ishin duke u bë zgjedhjet për bordin e ateljes. Edhe t'ja pikova, mora pjesë edhe u bana kryetari i asamblesë. Sa bukur. Është shumë interesante. Edhe mas dakosh fill u bë këto zgjedhje për KVR-n. Edhe vetë isha pak a shumë pjesë, me qenë se bordi i ateljes edhe janë bashkë. Po, janë pak a shumë bashkë. Edhe u bana edhe pjesëtari i KVR-s. Kemi punu shumë, është shumë bukur dhe më thënë. Është shumë bukur. Pse është shumë bukur? Aktivitetet, të rinj që marrin pjesë, mbështetja e madhe që keni, pse është shumë bukur? Unë kisha thënë që bukuria qëndron te fakti që është kriju komuniteti. Për shembull, jo vetëm antarët e KVR-s, ne 17 antar. Por edhe vullnetarë që marrin pjesë, kur i shoh grupë përshëndetje me të. Sa bukur. Edhe kam shoqëri, për shembull, kam njoft sa njerëz që tash i kam shumë shok mirë tek KVR ose tek aktivitetet e KVR-s, edhe ky krijimi i komunitetit për mua është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishëm pasi
është për të ardhur keq, që unë po e them, por rinia është ndarë dhe është gjithë një më shumë drejt rrjeteve sociale, drejt telefonëve, drejt digitalizimit, jo më një bisede të këndshme në kafe apo një dalje së bashku. Pra, rrjetet sociale, po gjithashtu dhe kjo kultura e kafes, është shumë e keqe. Ne e kena këtë ala shqiptareske që po bëjmë, dalim kafe me një shok, dy shok, rrim 4-5 orë me i kafe, ndoshta bë me kënë gjamë arrim dhe shishe ujë, me dash me shpendzu. Po, nuk ban gja ashtu, ma mirë aktivizoju, pak të ndele edhe për i gjiro, shef diqa, ban diqa, se për shembull vetë rasti jem, është që thjesht jam aktivizu për qef, edhe më ka dalë diqa që të është me taman i jepem, e kam pasion. Shumë e bukur. A mund të zbulojmë dhe një plan për të ardhmen të Këshillit Vendor që ti antar? Unë kam dëshirën t'i ngacmoj gjithmonë dhe i pyes dhe kam pasur shumë nga ju të ftuar dhe kam shumë nder dhe kënaqësi që ju kam dhe jeni gjithmonë të hapur të jeni pjesë e Info Plus, por gjithmonë i ngacmoj, më tregoni pak nga detajet, shpesh nuk flasin, por po të pyes dhe ty. Janë sekrete. Janë sekrete. Po, ta dim që gjithmonë bëjmë mbledhje të rregullta dhe kemi shumë plane. Nëherë e kalojmë pak atë sagun sepse bëjmë plane shumë mëdha dhe ndoshta si realizojmë, po plane kena edhe me ekzekutu një pjesë malë ty në kena mundësi me ekzekutu. Për shembull, këto aktivitetet e shumë dhe për shembull mbledhjet me të rinave ose infopoint që bëjmë në për shkolla, shkojmë në shkolla. Shumë i famë shumë se shimori shumë havishtë edhe këtë kampionati i sporteve. Kampionati i sporteve, po. Planet për të ardhmen janë shumë ta, ndoshta mund të fillojmë në podcast, ndoshta mund të fillojmë në gjatë tjetër. Është zbuluar diçka e vogël për këtë podcastin. Plane kena, edhe me ekzekutu mundën atësh, shikojmë me kohën do. Me kohën. Kampionati ecën deri në gjysmëfinale, mos gaboj, me sa kam unë informacion, më duket. Jemi shumë pranë finales. Po. Nuk është se sepse ne jemi ndonë me grupe. Po. Pra, është grupi i punës për edhe jena grupi i punës për këtë. Në fakt, nuk jam komplet mendësi të asaj, pa e di që është të ba një punë e fortë, të ba një punë diligente. Një punë e jashtëzakonshme dhe ka dalë diçka shumë e veçantë dhe shumë e bukur. Sepse shikoj që njerëzit janë të interesuar çfarë po bëhet me këtë kampionat, kush po e bën. Po. Unë e shoh edhe vetë followers që kena në Instagram që në janë çu shumë vetë nga ky kampionati. Diçka shumë e bukur, po pjesa ta them Shkodër. Si po ecën, sallat janë gjithmonë plot. Kjo është, do të kisha thënë pjesa më e famshme e KVR-s, është që nga KVR-a e vjetër dhe ne e kena huazu si traditë dhe ne do të vazhdu, ndoshta më mirë. S'pa flas aty. Të nuk po thojmë. S'pa thojmë. Po ne kemi shumë të ftuar special dhe mundojmë që me kaptivu audiencën, me kaptivu të rinjt, po kryesorja që mi motivu ato, me inspiru. Të inspirojmë dhe të jemi pjesë e këtij qyteti dhe të ambicjes të këtij vendi. Tregojmë që Shkodra ka jetë. Patjetër që ka jetë dhe jetë shumë energjike, shumë pozitive, plot me art, kulturë dhe çdo gjë të bukur. Aja Shkodra që ka qenë qendër e kulturës para sa kohëve djepi kulturës, mund të jetë edhe sot. Është edhe sot, patjetër që është edhe sot. Po nëse ndalemi pak tek pjesa që të rinjt po preferojnë ose është rrënjosur fatkeqësisht emigrimi tek të rinjt shqiptar. Nuk po them 9 nga 10, po 8 nga 10 dëshirojnë të ikin. Një pjesë shumë e madhe, edhe shumica që dojnë me ikë janë fiks ata që na duhen. Pra, nxënësit e mirë, ata që ma vonë do të bashin doktorë, inxhiniera, dojnë me ikë, nuk shohin një të ardhme këtu. Pse ndodh? Mund të them që është pak mentaliteti i rrënjosur me kohën? Po këtë e shoh më shumë si problem shqiptar, jo shkodran. Kemi gjithmonë për shembull me gjendjen e të botës, për shembull shteteve si Amerika ose si futja kot edhe Suedia. Nuk janë aq të mira sa mendojmë ne. Ne thjesht kemi këtë konceptin që Shqipëria nuk bëhet. Jemi popull vetë pesimist. E kemi huazu prej më përpara, por është rrënjosur që duhet ikim. Qysh me kohën me që na ka shtyp shteti edhe gjyshet vetë nuk e kanë pëlqy, aja tradita emigroj ik për Shqipërisë, ka met akoma.
Bama e parë, ne gjithmonë jam në zhvillim i sipër. Po. Unë të paktën e shoh këtu ku jetoj në Shkodër, qytetin tim, është domethënë e pa krahasueshme me si ka qenë më përpara. Po. Para kësaj kohë, një hovë shumë madh zhvillimi. Edhe fakti që nuk e shohin këtë gjë njerëz, edhe akoma kanë mentalitin që me hik, është pak sa Të duket pak e çuditshme. e çuditshme. Ndonjëherë mua personalisht më duket shumë e çuditshme. Ose kur rri në një kafe ose diku që e dëgjon që jo, ky vend s'ka zhvillim, përkundër Shkodra ka marrë zhvillimin më të madh që ka pasur ndonjëherë, dhe është po lulëzon, është bërë një lule me atë aromën e mrekullueshme. Dhe është bërë shumë e bukur në çdo detaj, çdo kund po punohet dhe ka ndryshuar çdo gjë dhe ende ka njerëz që thonë që jo, duhet të ikë. Po, nuk e kam shumë natë këtë shprehje që nuk bëhet ky vend. Është u bë, është në proces. Ne presim që ne me kanë si Gjermania. Gjermania ka 200 vjet shtet. Ne 1900 sa ne morëm me pavarësinë. Edhe prej Osmanëve. Nuk e kuptoj, njerëzit presin shumë. Nuk janë as vetë çfarë presin. Kjo është për të ardhur keq, por është mentaliteti që është rrënjosur ndoshta thellë në mendjen tonë që të emigrojnë dhe të rinjt të ikin, është shumë për të ardhur keq. Enea si një djalë që do të rri në Shkodër, do të rri në Shqipëri, si e mendon Enea të ardhmen? Thash që mu më pëlqen shumë dega juridikut, kështu që unë mendoj të vazhdoj degën e juridikut, edhe ndoshta një ditë të bëhem gjyqtare, është ëndra jeme. Ëndra jote. Mendoj që do shpërngullim në Tiranë. Për studime, apo jo. Për studime apo për të vazhduar? Për studime, kuptohet. Edhe mendoj që do vi mas sa kohë në shkollë, se kam atë pjesën. Ndoshta rri edhe pak për punë, nuk i di se të merr rrjella në Tiranë, kështu që gjithmonë i thosh si dihet ajo punë. Po e kam shumë për zemër Shkodrën. Do thonë edhe kur udhtoj jashtë e kam du Shkodrën, do thonë du vendin tim. Është diçka shumë e mirë. Edhe se mendon të largohesh, por sërish të kthehesh pas studimeve, është diçka shumë e bukur, por është pak e frikshme jeta në Tiranë, sepse të mëson me atë ritmin dhe nuk vjen më në Shkodër. Prandaj ki kujdes. Është shumë ritëm i shpejt. Nuk njohin njerëz një tjetrin. Këtu në Shkodër jena mësuar që një gjë me no e merr vesh qyteti. Po kjo është edhe gjë e mirë, po edhe gjë e keqe, kuptohet. Ky është më shumë qytet i qetë. Shkodran dihet gjithmonë janë njoftë për qefe, për tavolina, nuk janë njoftë për jetë shpejtë e jetë punët. Patjetër që po. Por nëse ti do ndryshoje diçka tek Shkodra që ti e do kaq shumë, cila do ishte? Unë kisha thënë, me enkapsulu vetëm një fjalë, kisha thënë pasioni. Pasioni? Po, kisha dashur njerëzit me kenë më shumë pasionante. Do me thënë, në çfarë drejtimi? Në çdo aspekt. Unë shoh shumë një plokshti e ka jo vetëm rinin, po dhe matë vjetrit. Janë thjesht të kënaqur, ose jo, pak kënaqur, po janë okej. Po. Edhe i ka kapja e plokshtia që gjërat nuk do banë ma mirë, edhe unë do rri shtu si jam. Kjo mu nuk pëlqen. Edhe është humbje komplet e pasionit. Shoh të kenë për shembull një mësues ose një polic ose çdo lloj punojësit nuk kanë pasion për punën e tyre. Po. Kur s'ke pasion për punën, nuk e bën. Do ta bësh as mirë. Nuk do ta bësh as mirë. Po diçka që ti e vlerëson dhe të pëlqen shumë tek Shkodra, çfarë është? Më pëlqen kultura easy going. Pra, nollin çat nollin, paksa. Jeta t'jep gjëna, po vazhdo. Shko me rrjellën, si ka thënë ai Konfuciani, ata kines. Jena qetë. Kjo është gjë e mirë, edhe jena qe fli. Që shkon ka të dy anët, edhe mirë edhe keqe, po në këtë aspekt më pëlqen, se di me shiu jetën, edhe jena të afërt. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe humori, kuptohet. S'ka si humori Shkodran. S'ka si humori Shkodran. Është gjë më e veçantë. Po një vend specifik i Shkodrës që ti e dashuron. Enea është i dashuruar me këtë vend. Cili është? Zonë, ka shumë vende që më pëlqen shumë të krijojnë qetësinë, po unë kisha thënë që më shumë pëlqen pjesa e Kalas. Sidomos tek ato pjesa e nuk quhen lëndina, ato për gjelbërimit. Pjesa e Kalas, mundesh me pa dhe gjithë Shkodrën nga aty, edhe tamam të krijon atë ndjesinë sa madhe është, edhe sa histori ka.
është gjithësi, mallshti komplet. Është vërtet shumë e bukur. A ka shumë të rinj si ti që e duan këtë vend, që e dashurojnë me kaq pasion dhe flasin kaq bukur për të? Unë them që mundet me pas, edhe pse tani nuk është se ka shumë, po problemi është se ne nuk i mësojmë drejt se ç'a duhet me dasht. Ne gjithmonë shikojmë se cila është problemi. Kuptohet, çdo vend ka problemet e veta, po provo shih anët pozitive. Shkodra, Shqipëria, ka pozitive sa dush. E para gjë, kryesor është natyra. Kemi gjithçka. Ç'a duhet në Shqipëri? Vërtet, kemi çdo gjë që na duhet. Në fund, për ta mbyllur këtë bisedë kaq të këndshme, nga bisedat më të këndshme që unë kam pasur në këtë emision, dua ta mbyllim nga ti me një thirrje për të rinjt. Të rinë në vendin e tyre, të punojnë dhe të zhvillohen këtu, të jenë më ambicioz, apo një thirrje që ti të shkon në mendje këtë mëngjes? I vetmja gjë që kisha thënë për te është që beson vendin tënd edhe ndro më shumë. Sa bukur. Të falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit. Shpresoj të shkosh lart dhe më lart dhe të na krenosh ashtu siç ke bërë deri tani. Dhe ne do të jemi gjithmonë mbështetës dhe kjo studio do të jetë gjithmonë e hapur për ty, për këto intervista dhe biseda kaq të këndshme. Kënaqësi shumë e madhe që erdhë. Faleminderit. Faleminderit edhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku të hënën.